Atëherë të nderuar koleg, tani më pauza ka përfundu dhe është tërgjat. Unë kisha informu koleg nga opozita që janë në korridorin e kuvendit që të kthehen sallë dhe të vazhdojmë me seancën. Ose fillimisht kisha kërku prej asistentëve që dalin dhe të shohin, t'i njoftojnë që të kthehen seancën pse po vazhdojmë me seancën e tretë të rregullt. Presim disa minuta derisa ta marrin konfirmimin nga kolegët e opozitës. Atëherë stafi i kuvendit me bojnë me dije që opozita nuk gjendet fare në objektin e komunës, si duket ata kanë bojkotu këtë seancë dhe kjo seancë duhet të shtyhet për një ditë tjetër pasi që nuk ka kalu as rendi i ditës. Faleminderit koleg asamblesë që jeni prezent, të nderuar qytetar, të nderuar koleg nga OSB-ja, faleminderit për prezencën tuaj. Miru pafshim dhe shihemi në seancën e radhës.